Unë kam lindur në një familje ku babai ishte ushtarak edhe nëna mësuese filloreje. Jam vajza e vogël e pleqërisë, e prindërve të mi. Kam qenë shumë çamarroke, kam qenë ndoshta delja e zeze e shtëpisë, sepse kam qenë shumë rebele, ndoshta dhe e përkëdhelur. Me babin kam patur një marrëdhënie shumë të ngushtë, sepse ndoshta nga që babi im ka qenë jetim. Nëna e ka lënë që 6 muash, gjyshja ime. Gjyshi im më pas u martua me dikë tjetër. I madh ka vuajtur shumë. I madh ka qenë shumë i dashur, kurse mami ka patur një tip më të ftohtë, por nga mami ka marrë këtë që të jem me këmbë në tokë. Në datën 6 mars të 2020-s, duke ngrënë mëngjes dhe duke folur me motrën në telefon, babai im pësoi një goditje në trup. Është një pamje që nuk e harroj dot, nuk më ikën. Edhe pse tani po bëhen gati 6 vjet, është përsëri diçka që më kujtohet shpesh edhe më dhëmb shumë. Ai ra në koma për 3 ditë dhe mbas 3 ditësh ndroi jetë. Në datën 9 mars ka qenë rasti i parë me Covid në Shqipëri, publik. Në datën 10 mars, kur organizuan varrimin, ishin vetëm 39 vet. Si duket njerëzit u trembën, edhe nuk erdhen. Dhe sinqerisht më duk sigur e humba babi për herë të dytë. Sepse një njeri shumë i mirë, një njeri shumë pozitiv, një njeri që realisht për të vlerësuar, unë e përcova me 39 vet. Në datën 12 mars vendoset që të filloj karantina dhe unë beta vetëm me mamin edhe me vajzën. Të mbyllur, të izoluar në shtëpi. Zakonisht të lloj momentesh kalohen me njerëz, kurse ne nuk kishim askënd. Më duhet të bëhesha e fortë, por nuk kisha forcë. Nuk mundja të flija, mund të flija diku gjysmë ore gjithsej, gjithë ditën. U fryva nga stresi, mora diku 10 kilogram. Realisht më është dashur shumë që ta kaloj si periudhë, mbaj si periudhën më të errët të jetës time. Më ka ngelur vetëm peng që nuk arrita dot t'i thosha. Sigur edhe një fjalë, sigur edhe një fjali. Edhe kjo më ka bërë që të jem manjake tashmë mbas mamit. Nga frika se mund të humbë, e mundon t'ja shpreh sa më shumë. Gjithçka ndjej për të edhe çfarë ka bërë ajo për ne. Në 2002-shin unë njoha me ish bashkëshortin tim, ka qenë një dashuri shumë e fortë. Kemi qenë një çift që shkonim shumë bashkë, madje shpesh na mendonin edhe si çifti ideal. Pas martesës unë njoha një njeri tjetër dhe jo atë që kisha njohur gjatë lidhjes që kishim bashkë. Shumë i ftohtë, shumë xheloz, por që ditë them që për 7 vite me radhë nuk mbaj mend asnjë ditë të lumtur. Unë martesën time mund ta quaj pa diskutim një ferr. Erdhi një moment që nuk mundja më. Jo se s'kisha dashuri, por nuk doja të arrisja vajzën time në një ambient jo të shëndetshëm. Tashmë Ana është 19 vjeç, është studente e psikologjisë edhe jam realisht krenare, por rritja e saj ka qenë një sfidë e vërtet për mua. Përveç të qenit prej moshës 6 vjeçare, një nën single, Ana duke filluar nga mosha ose klasa e 3,
e më tutje, filloi të bullizohej nga shokët e klasës. Duke shfrytzuar ndoshta faktin që Ana ishte një topçe e bukur, por shumë e sjellshme, shumë e urtë, shumë e dashur, jepte shpirtin për shokët dhe për shoqet. Derisa arriti që situata u bë realisht alarmante. U detyrova që në klasën e 6, pas klasës së 6, të ndroja shkollën. Edhe aty po e njëjta situatë, duke qenë se ata kishin qenë që në klasën e parë së bashku, përsëri nuk u treguan aq të hapur sa ta pranonin në gjirin e tyre. Dhe kishte raste kur ajo prekej aq shumë, lëndoi aq shumë sa dilte nga shkolla duke qarë. Dhe unë detyrohesha ta mbaja në telefon që gjithkohës, duke folur, derisa të mbrinte në shtëpi dhe që të siguroj që kishte mbritur në shtëpi. E munduar të flasë gjithkohës, ta mbaj afër. Por me sa duket nuk ja kisha arritur, sepse në një moment hapa derën e dhomës së saj edhe e gjej me një gjë të mprehtë që priste veten. Jo për të nxjerrë gjak, por për t'i dhëmbur. Momentin e parë jam shtangur, sepse s'po u besoja dot syve, dhe kur po e pyeta se pse po e bënte një gjë të këtij lloji, po tha që kishte lexuar që kjo ishte një formë që duke i bërë dëm vetes, duke ndjerë dhimbje fizike, nuk ndjen dhimbje shpirtërore. Unë duk vetja e dështuar që nuk isha arritur t'ja përcjellja dashurinë për veten. Një ditë të bukur, kur unë po shkoja për në fakultet, studente e frëngjishtes, më ndalon një stiliste edhe më propozoi që të merrja pjesë në Miss Albanian e atij viti. Me thënë të drejtën e mora pak me skepticizëm, sepse kisha një histori që isha zhgënjyer shumë, sepse kisha marrë pjesë në Miss Durrësi. Me thënë të drejtën, në atë konkurs, Miss Durrësi 95-s, u zhgënjeva shumë sepse më hëngrën hakun. Kur është thirrur emri im si Miss Albania 95, nuk i besoja as veshve as syve që isha unë fituesi atij viti. Mbretëresha e bukurisë shqiptare për vitin 95, Miss Albania 95, është bukurosja nga Durrësi, Gerta Sako, kurorën e çon kjo bukurose nga Durrësi. Mund të them që ajo kuror që unë e kam edhe sot të kësaj dite, më hapi rrugën që unë të realizoja ëndrrën time për të qenë pjesë e televizionit. Prezenca ime këtu është shumë e vështirë për mua, edhe për shkak të Simemoje, që është në një moshë të avancuar, në 24 shkurt, moshë 81 vjeç. U detyrova të largohem për të hyrë në Big Brother pa i treguar. E kam shkruar një letër. Nuk e di edhe sot e kësaj dite se çfarë mendon, a më sheh, as më sheh. Nëse më sheh, çfarë mendon për mua, a është krenare për mua.